Debatës, zatën kjo është lufta opozitës, apo? Me ardhë vetë, se cëlloj subjekt politik, me ardhë vetë. Pse s'pëlleni me gabu me shkel kushtetutën? Të zhjithë zyrtarët, implementust, e kushtetutës tonë në studio kanë thonë, bilesit do ma zje profesor Barali, u thasë që nëse Albin Kurti e jep betimin e deputetit Kosovës, të shqenë në detyrë, kërëmiste në detyrë, është shkelje flagrante kushtetutës Kosovës. Edhe opozita mund me së në gjykatë kushtetuse e konsideron shkelje, edhe gjithë kuvendi, edhe gjithë qeveria. Edhe në qofë se kjo shëndërëm, pra që është shkelje kushtetuse... Unë preferona veç implementuzve. E kuptoj. Unë po them që është shkelje ligjore, për shkelje kushtetuse ka ekspert shumë të mëdhej se unë. Por si do që të jetë, edhe në qoftë shkelje ligjore dhe shkelje kushtetuse, le ta vazhdojnë ata shkeljen ligjore dhe ose kushtetuese pa votat e LDK-s. Pra, në këte po them, pra LDK nuk mund të bëhet bashkëpjesmarrëse në shkeljen ligjore dhe ose kushtetuese duke votuar pra ati raportit ati komisioni. Është ka që thjesht në rregull, nëse zoti Kurti dëshiron të gaboj e ta shkel ligjin dhe ose kushtetutën, unë s'mund ta ndal dot. Ai mund votoj ta shkel, nuk është problemi imi, është problemi ti. Por nuk mund të presim që LDK-ja së bashku me ta të merë pjesë në votim të një diçkaje, të një dokumenti, të një raporti, të cilën jemi bindur, të thellë të bindur, që është shkelje ligjore dhe ose kushtetuese. Pra, unë nuk mund të ndalë vetë vendosjen që ta shkel ligjin dhe ose kushtetutën, por nuk marë pjesë në atë shkelje. Besjan, për me mshel këtë qështjen e kësaj qështjes teknike të komisionit për verifikimin... Ligjore, jo teknike. Po është akt teknik, për para se me artë votimi i kuvendarit. Por është konfirmim i mandateve. Por është qështje teknike. Duan eksperte e shkurtetuesve një referone eksperte, për te politikanëve. Se kemi pasur një të ndryshme. Shumë rregull. Ata thonë që është një procedurë kushtetuese dhe është hera parë që kemi bllokat e tillë. Besjan, a ka gjallë që mundi me ndrysh qëndrim deri nesër si kryesi për shkak të zbllokimit të situatës dhe hapjes së dyrë për implementimin e institucioneve të çështja e dorëheqjes. Më lehet korrigjoj një sekond. Pra, nëse duhet dikush të zhbllokoj këtë mënyrë. Jo ata. Është përgjegjësia e tyre Është të gjithë ministrat që janë certifikuar si deputet dhe dëshirojnë ta ushtrojnë detyrën e deputetit. Pra po e marrë zotin e Kuran Murati, sepse e fillova me te. Në qoftë se zoti Murati, edhe pse ka fituar votat dhe është certifikuar për të bërë deputet, nuk dëshiron ta ushtrojë detyrën deputet, ajo është në rregull, s'ka nevojë t'jap dorëheqje. Por në qoftë se këta antarë të qeverisë, që janë zgjedhur, pra kryeministri, zëvendës kryeministrat dhe ministrat që janë zgjedhur deputet, dëshirojnë që ta ushtrojnë detyrën e deputetit, ata vetëm duhet ta zhbllokojnë gjithë procesin duke dhënë dorëheqje. Pra bllokimi dhe zhbllokimi është në derën e tyre, jo në derën e dikujt tjetër. Në të kundërtën, po them edhe një herë, duhet t'i kërkoni në këtë rast deputetëve të Kuvendit Kosovës ta shkelin ligjin për të zhbllokuar një situatë politike. Është e pa logjikshme t'ju kërkohet deputetëve, ju deputet që jeni betuar ta mbroni kushtetutën dhe ligjin, mbyllni syt e shkelni ligjin. Pra bëhet kjo punë kështu. Jam, po duhet të ndalë të video ngretë. Tash mos është po shohim sot lajme gjithandej dhe dje konfirmime të ndryshme që është arritur një koalicion mes vetëvendosjes edhe nismës. Në rast se nisra ta i kryejnë procedurat, a do ta votoni zoti Limaj për krye parlamentar me rast të implementimit të sfillimit të krimit të konstituimit të institucioneve. Pra nëse konstituohet kuvendi dhe deputetët japin betimin, atëherë lëvizjes vendosjes si partia e parë në zgjedhje i takon që të propozojë një emër për kryeparlamentar. Pavarësisht se kush është ai emër, e po them pavarësisht emrit specifik, LDK nuk do votoj për te. Nuk është e çuditshme kjo, nëse si parti politike nuk je pjesë e marrëveshjes politike, nuk ke arsye pse të votosh për cilin do antar të atij koalicioni. Pra s'do votojmë as për kryetarin e kuvendit, aty ku si jemi pjesëmarrës. Edhe nëse vjen deri te bllokimi prapse, të çështja e kryetarit të kuvendit nuk ka specifik ligjor as afat kohore deri kur të zgjidhet. Kështu kanë deklaruar gjithë ekspertët, është konsideruar si taktike dhe strategji e zotit Kurti, i cili mund ta përdorë për me prolongu konstituimin e kuvendit për me arrit një qëllim si zgjedhjet lokale nacionale në të kohë. Rregull, pra po kthehemi te ajo që zoti Kurti është bllokues i themelimit të institucioneve as kusht tjetër. Pra, akt gjykimi i gjykatës kushtetuese e jep të drejtën ekskluzive. Partisë parë. M'fal. Por me të drejtën ekskluzive t'jep dhe përgjegjësinë ekskluzive. Pra nuk mundet të drejtën Besjanit e përgjegjësinë dikujt tjetër. Pra, partia e parë që del në zgjedhje i jepet edhe drejta edhe përgjegjësia ekskluzive për të nominuar, për të propozuar një emër për kryetar kuvendi. Definitivisht. Keni pozicioni për shtri pyetjet si parti, jeni zyrtari LDK-s, por nëse jeni zyrtari i partisë që është shtet formues, është pionerja e këtë krimit të institucioneve,
Se me të tjerë të këshajnë stukas shumë cilësh pozicion. Amarak, po prandaj po dalë atje. Në qoftë se zoti Kurti, edhe pse nëse ka ndonjë marrëveshje politike për një koalicion të mundshëm, prapse vendos që të zbarrit procesin duke mos e propozuar një A do ta shohin gjykatë kushtetuese në rast se e prolongon procesin. Në qoftë se